Sapo ishte bërë gjysh, u vra në sallën e gjyqit kush është gjyqtari Astrid Kalaja, babai 2 fëmijëve. Një ngjarje e rëndë e pa precedent ka tronditur opinionin publik. Gjyqtari Astrid Kalaja u qullua për vdekje në sallën e gjyqit teksa ndodhej në krye të detyrës. Vrasja brenda mureve të tempullit të drejtësisë ka shkaktuar tronditje të thellë dhe reagime të shumta në mbarvendin, duke ngritur pyetje të rënda mbi sigurinë dhe autoritetin e institucioneve të drejtësisë. Por kush ishte gjyqtari Kalaja? Astrid Kalaja lindi në Shkodër 62 vite më parë. Ishte një emër i njohur në sistemin gjyqësor shqiptar, me një karrierë të gjatë dhe të respektuar. Ishte babai 2 fëmijëve, një djali dhe një vajze, ndërsa sipas burimeve nga mediat, Kalaja ishte bërë gjysh vetëm pak kohë më parë. 62 vjeçari shërbente si gjyqtar pranë gjykatës apelit të juridiksionit të përgjithshëm. Ai kishte kaluar me sukses procesin e vettingut, duke vijuar ushtërimin e detyrës si pjesë e trupës gjyqësore që kishte kaluar filtrat e reformës në drejtësi.